Po mirë më zotëri, po mësuesit që nuk i sjellin të ardhurat të tjera kështu të drejt për drejta si që llogarit zotrote buxhetit, si bëhet? Po pensionistët, si bëhet? 37 milion euro i doni ju për t'i çuar pagat në stratosferë dhe për t'i bërë pagat shumë herë më të larta se në Greqi e se në shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që këtu ka plot njerëz tjerë që kontribojnë, që nuk prodhojnë kështu të ardhurat drejt për drejta nga gjoba dhe nga konfiskime, por që prodhojnë të tjera gjëra në të mirë të shoqërisë. Ata si do rritin pagat atyre? Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese mos t'i lërë këtë njollë të madhe turp.